Drejtoreshe Kulturës, zonja Medina Bunjaku. E nderuara autore, zonja Valbona Ahmeti. E nderuara zonja Flora Brovina. E nderuara redaktore gjusore, zonja Lumnie Thaçi Halili. I nderuar drejtori i shtëpisë butuese Ura, zotri Gjem Karadaku. I nderuar profesor, zotri Bedri Tahiri. Të nderuar familjar dhe miq të autores. Të nderuar veteran të arsimit, përfaqësues të institucioneve komunale, ju të pranishëm, zonja dhe zotrim. Mirë se keni ardhur në përurimin e romanit Liria në lotët e Gresës, të autorës Valbona Ahmeti. Jemi mbledhur për të përuruar një vepër që nuk është thjesht një roman, por një udhëtim i thellë në përkujtesën tonë kolektive, në përplagët e së kaluarës dhe në forcën jashtëzakonshme të shpirtit njerëzor. Libri Liria në lotët e Gresës i autorës sonë vushtriase Valbona Ahmeti na sjell një rrëfim që shkon përtej përshkrimit të ngjarjeve të luftës në Kosovë. Ai na ofron me jetën e atyre që e përjetuan luftën, me dhimbjen e nënave, me sakrificën e grave dhe me plagët që koha nuk i shëron lehtë, por që fjala e shkruar arrin t'i bëjë të dëgjohen e të mos harohen asnjëherë. Në këtë roman, historia nuk rrëfehet vetëm si një varg faktesh, por si një përjetim i thellë njerëzor. Kushdo faqe mbart emocione, kujtime dhe mesazhe që na ftojnë të reflektojmë. Besoj se secili prej nesh do të gjejë në këtë roman diçka që e prek, e emocionon dhe e bën të mendoj më gjatë për vlerën e lirisë, të paqes dhe të dinjitetit njerëzor. Ky roman, sipas vlerësimit të redaktorit zotrit Fatmir Terziu, është një roman ndryshe mbi luftën e Kosovës, sepse nuk e ndërton rrëfimin e vetëm mbi ngjarjet, por mbi nevojën e brendshme për ta thënë të vërtetën e mbetur gjatë në heshtje. Në këtë vepër, fjala nuk është thjesht një mjet rrëfimi. Ajo bëhet dëshmi, çlirimi i kujtesës dhe kthimi i përjetimit personal në zë të një kohe, të një populli dhe të shumë nënave shqiptare që mbartën historinë në zemër, në dhimbje dhe në çëndresë. Për të bërë hapjen zyrtare të këtij përurimi, ftojmë drejtoreshën e kulturës, zonjën Medina Bunjaku, që të merr fjalën. Përshëndetje për të gjithë. E nderuar zonja Valbona, autore e librit, profesor Bedri Tahiri, e nderuar redaktore gjusore zonja Lumnie Thaçi Halili, drejtori shtëpisë botuese Ura Gjem Karadaku, të nderuar të pranishëm, mysafir të respektuar, dashamirë të librit, zonja dhe zotrinj. Është kënaqësi dhe nder i veçantë që uroj mirëseardhje në këtë aktivitet kulturor, ku po promovojmë romanin Liria në lotët e Gresës. Një vepër kjo që flet për sakrificën, qëndresën dhe dinjitetin e gruas shqiptare. Sot kemi privilegjin të mirëpresim një autore që edhe pse jeton larg atëut, nuk është larguar asnjëherë nga gjuha, kultura dhe identiteti i saj. Përkundrazi, përmes krijimtarisë së saj, zonja Valbona Ahmeti vazhdon të pasurojë letërsinë shqipe dhe të ndërtojë ura shpirtërore mes diasporës dhe vendlindjes së saj. Drejtoria për kulturën dhe sport përkatësisht Komuna e Vushtrës mbetet fuqishëm e përkushtuar në mbështetjen e kulturës, letërsisë dhe kryesve tanë, sepse besojmë se një shoqëri që lexon është një shoqëri që mendon, ndërsa një shoqëri që vlerëson artin është një shoqëri që ndërton të ardhmen mbi vlera të shëndosha. E nderuar Valbona, të falenderoj nga zemra që sot je këtu dhe bashkërisht po pasurohemi edhe ne nga dia dhe krijimtaria juaj. Ju falenderoj për pranimin tuaj, mbështetjen që japni kulturës dhe libret dhe po ashtu madhështinë që po ja dhuroni shtetit të lashtë të komunës së Vushtrës. Ju falenderoj për prezencën. Falenderojmë drejtoreshën për fjalën e saj. E në këto momente kam kënaqësinë të ftoj një zë të njohur të letërsisë sonë, humanistën, luftëtarën, doktoreshën, zonjën Flora Brovina, për një fjalë përshëndetëse. Unë të drejtën që them, erdha vetëm të takoj autoren Valbonën dhe të përqafoj për guximin e saj që të na mbledh dhe të na gëzon me librin që ka botu.
e para. Por nuk mund të rria tani pa folë edhe 2-3 fjalë për një vepër kaq të rëndësishme që hapët dera, besoj, për gratë të nxitura që të shkruaj për historitë e ndryshme të përjetuara gjatë kësaj kohe. Sepse na jemi një popull që na kanë mungu letra dhe shkrimi për ngjarje të mëdha. Popull tjerë edhe sot lavdrohen për ose e kanë bamendjen për historitë e tyre të ndodhura gjatë udhëtimeve të zamën Francën, ku ka ndodhur shumë luftra, ende flasin për luftën e dytë botërore dhe qëndresën e familjeve dhe të grave. Historia jonë është histori e secilit prej nesh. Secili prej nesh ka në kokën e vet jo një roman, po shumë rrëfime, shumë romane, shumë përjetime që nuk na nxen as koka. Dhe këtë guxim e ka pas pikrisht Valbona, e cila në vendin e largët, me shumë mall, me shumë përkushtim, që të mos harroj vetëlindjen, të mos harroj përjetimet që ajo i pa, i përjetoi dhe i përjetuan njerëzit rreth rrotull saj, ti përcjell në një libër që na dhuron sot. Jam shumë e lumtur sepse kujtoj kohën jo shumë moti pikrisht si përjetuese ndër të parat autore në Kosovë, kur ndiheshim si lule bore. Ky ishte titulli i vjershave të para të mia, Lule Bor, sepse me kokë ulur në mesin e burrave me mzina ndiheshte zëri. Jo ma të shprehim ndjenjen ashtu si duhet ose të rrëfehemi në përmasat e një romani që është një histori e vërtetë. Megjithatë, me gjithë këto vujtje, patëm forcën t'i ka përcejmë edhe fyrjet që na i thanë për gruan shqiptare në ish Jugosllavi, ja dolëm. Ja dolëm me faqe të bardhë, me guxim dhe gjithnjëherë më shumë po kemi suksese, sidomos të vajzave grave dhe kjo është për ta festuar. Sot i ka hije tërë vushtrisë pikrisht këtu, sepse e ka kulturën e artit, të poezisë, takimeve të poeteve, por edhe të traditës së kulturës vjetër qytetare të leximit dhe të kulturës. Prandaj sot në veçanti nuk mund të rezistoja që ta marr fjalën, patjetër do ta merrsha fjalën që ta pruroj autorën t'i jap shprehjen e guximit, sepse letërsia duket e vështirë, është e vështirë, sepse du të hysh në personalitetin e personazheve tua, por letërsia është më e bukura, më e bukur i art apo shkencë, nuk e di bashkëmirë. Ajo kur nuk të lën vetëm. Lapsi dhe letra kur nuk të lën vetëm, këtë e kam provuar dhe kjo më ka munguar në momentet më të vështira në jetë. Nuk kam kërku që t'jetoj, por kam kërku ta kem një laps dhe një fletë. Dhe prandaj, sot ndihem shumë e afërm me një shoqe që takoj për herë të parë dhe dëshiroja që kjo të ketë guximin ta vazhdon deri në pleqin e thellë të na rrëfej për përjetimet e grave. Thash edhe njëherë, ne kemi shumë çka me folë. Është koha, ta kujtoj një kohë më thjesht, koha kur në Kosovë përqindjen më të madhe e përbënin gratë. Ajo nuk është kohë shumë e moshme, e vjetër. Ju kujtohet kur burrat detyrohen të shpërngulen për shkak të torturave, burgosjeve, përjashtimit nga puna, për shkak të mobilizimit të djemve ushtar, dhe ne gratë u qumë e i thamë vetë, largojuni nga Kosova për t'i shpëtuar. Por ne patëm guximin, që asnjëherë nuk folëm, patëm guximin edhe të dalim para autoriteteve botërore dhe të tregojnë këtë rrëfim, edhe helmimin e fëmijëve, edhe të gjitha këto. Ndoshta nuk i kemi shkruar, por ka autore që do të vinë
edhe do të vinë gjenerata që e kanë për detyrë ta rrëfejnë të vërtetën. Në një moment du të kujtoj para jush takimin me Stipe Mesić, i cili në delegacionin e grave të Kosovës, të cilit kur ju drejtume 220.000 në shkrime, unë dhe kolegja ime Sanja Gashi, i thamë, Kosova është në gjendje shumë të vështirë dhe gati lufta po fillon. Ishte viti 1991. Dhe ta dorëzojmë këtë material nëse ju, ne guxum, do me thënë të bëjmë edhe kësi biseda, nëse ju do të ngritni zërin për helmimin e fëmijëve, për përjashtimin e mjekëve nga puna, për apartheidin e tjera. Ajo që ditë. Dhe ne kërkojmë momentalisht, ndose nuk e bëni këtë, ne nuk po e dorëzojmë peticionin, që me mëzi këshim që atje në letrat vërteta, jo me disqe. Ai po atit e thiri Radio Kosovë Deutsche Welle, dhe lajmi u dhasën Kosovë, do me thënë, janë helmu mbi 7.000 fëmijë, se gjitha në gjarje tjera që ka ndodhë. E njëjta ndodhi me Ramizalin. Për të shku deri të Ramizalia, mbasi para gazetarëve thamë se ne do të ankohemi edhe të shteti am, atëherë për me shku në të Ramizalia, duhet të tutojmë jo Maqedonin, por edhe Greqin, që ta humbim, do të thonë mos vrehet se po shkojmë politikisht ose zyrtarisht. Ramizalia në pranim ja tregun të gjitha hallet tona. Dhe ai, për çudi, ndoshta kjo ishte edhe e vërteta, ai tha, po hallet e mia janë edhe më të mëdha se t'jujat. Ishte e vërteta, por u ndiem shumë të prekura dhe pikrisht me guximin e një kosovareje, i tham, po hallet e juja janë hallet tona, po hallet tona nuk qenë kanë t'juja zotri, atëre Ramizalia mbeti pa fjalë, dhe po, edhe ato janë. Po du me thonë, ishte një kohë historike për cilën nuk u falë, por e cila hapi dyrt e komunikimit, hapi mundësin që gratë të fitojnë forcën e daljes do me thonë për para. Kosova në atë kohë kishte ma shumë gra se bura dhe ne kërkum nga Ramizalia nëse ne gratë një ditë do të shpallim kushtrimin dhe nga Shqipëria kërkojmë vetëm rrugën Durrës-Kosovë. Kaq. Nuk kërkojmë ma shumë sepse do të vinë burat tanë, djemë tanë, do të vinë ata që nuk janë këtu dhe i do t'i dalim Zot, bashkë me neve. Kjo qëndresë e gruas, kjo është një qëndresë vërtet që na bën shumë krenare, sidomos kur jemi autore dhe hyjmë në thelbin e popullit ton, kur na kujtohen ato gra që pikën e lotit nuk e qesin për shkak që t'improjnë fëmijët e vegjël para të bijve të vrarë. Nuk kam fjalë se sigurisht autoria dal nga dal, këto i thot edhe ma mirë. Por këtë qëndresë jam shumë e lumtur që e kam përjetuar me gratë, që kanë ditë i dalin zotat dheut dhe sot me penë në dorë këta e dëshmojnë. Kisha pas shumë dëshirë që ky libër të përkthehet edhe në gjuhën frenge ose anglisht, sepse Kanada ka 2 gjuhë zyrtare dhe edhe atje jo vetëm mërgjimtarët tanë, por edhe qytetarët e botës njihen me gjuhën, me shkrimin e gruas shqiptare në Kosovë. Faleminderit që na keni lehtë, faleminderit që ndodhesh me sinton edhe shumë suksese të tjera. Shumë e nderuar. Faleminderit zonja Brovina që na nderove me prezencën dhe fjalën tuaj.
Në vazhdim më lejoni t'i kaloj fjalën redaktorës gjyqësore të librit, zonjës Lumnie Thaçi Halili. Përshëndetje të nderuar familjar dhe ju dashamir të fjalës së shkruar. Romani Liria në lotët e Gresës si Valbona Ahmetit e rrëfen luftën jo vetëm si ngjarje historike, por si përvojë që prek jetën e gruas në thellësinë e saj, siç është duke u nisur nga fëmijëria, trupi, amësia, frika, dëbimi dhe mërgimi. Brenda një bote të ndarë, thot autorja, ishte kufiri mes dy boteve, njëra e mbushur me ëndra dhe pavajsi, ndërsa tjetra me frikë pa siguri, më vonë dhe me luftë. Këtë e dëshmon në faqen 7 të romanit. Në këtë vepër, lufta nuk shihet vetëm në pamjet e mëdha të dhunës, por edhe në gjërat e vogla që e mbajnë gjallë të vërtetën e një kohe, e këto janë çanta e studentës, udhëtimi pa siguri, dhoma e spitalit, shtëpia e braktisur dhunshëm, lindja e vajzave dhe qarja e parë e Gresës në mërgim. Kështu, Liria në roman merr kuptim përmes trupit të gruas, thënë shkurt, zërit e nënës dhe brezit që e trashëgon atë dheun nëpërmjet rrëfimit të saj personal, po edhe familjar. Thelbi argumentues i interpretimit nuk qëndron vetëm tek madhështia e ngjarjeve në roman, por tek mënyra përjetuese e ngjarjeve prej vetë njeriut. Autorës Ahmeti nuk e rrëvet në luftën si pamje të largët, si skenë të rrethuar me madhështi heroike, por si thyerje. Thot, ajo erdhi si thyerje brendshme të kun, ajo e sheh luftën nga do, si që thamë dhe më parë. Romani e çon pra historinë e madhe të Kosovës tek gjërat e vogla, për të dëshmuar shpesh herë se imtësitë e ruajnë më saktë të vërtetën e një epoke. Në këtë përmas, romani përforcon vërtetjen e Svetlana Aleksieviçit, një nobeliste e vitit 2013, se lufta përbëhet e pohon edhe ajo nga imtësit. Lufta, thot fjalë për fjalë, nuk përbëhet vetëm nga ngjarje të mëdha, por edhe nga imtësit. Tek romani, lufta nuk ka fytyrë gruaje. Kjo frazë e ndriçon edhe poetikën e romanit të Valbona Ahmetit, se historia nuk ruhet vetëm në data e përvjetor të lavdishëm, por edhe në gjërat e vogla dhe jetës, aty ku njeriu përpiqet të mos e humbas për asnjë qast masën e vetë njerëzore. Hyrja e romanit mund të lexohet si pragi një arkivi të brendshëm femror që thjesht më shumë se kaq, ajo e ndërton në rrëfimin me kujtime, ku përvoja personale dhe familjare, si që tha, mban peshën e thellë të përvojës, e cila nuk ruhet në fakte, por në dridhje emocionesh e frikërash, në pamje të fëmijërisë, në ankth, në mall, në amësi dhe në ndjesinë se ajo që është jetuar duhet të marrë një formë të qëndrueshme, pra të bëhet apo të krijohet një libër. Në këtë mënyrë, romani paralajmëron se do të ecë jo mbi rendin e ftohtë të kronikës, por mbi ritmin e një përvoje që ka lënë gjurmë në qenien e gruas dhe në faktin e fëmijëve të saj, padyshim në të ardhmen. Kjo qasje e afron veprën me linjen e fuqishme të dëshmisë femrore, më falni, të Svetlana Aleksieviçit si analogji, e cila e ka ngritur në një nga format më të veçanta të letërsisë dokumentare bashkëkohore në botë. Në romanin, lufta nuk ka një fytyrë gruaje, që e bën dallimin ndërmjet historisë së luftës dhe historisë së njeriut në luftë, e cila nuk nënkupton kronikën e frontit, por historinë e ndjenjave, kur thot nuk shkruaj një histori për luftën, por një histori për ndjenjat në luftë. Pjesën njerëzore gjithnjë të pranishme tek njeriu, gjuhën e brendshme të atyre që kanë jetuar mes frikës, vdekjes dhe kujtesës. Ky parim e udhëheq tërësisht romanin e Ahmetit. Edhe këtë lufta nuk shihet kryesisht si fakt i jashtëm, por si përvojë e brendshme. Ajo hyn pra në të gjithë etapat e saj të asaj kohe, siç është rrita e autorës, studimet e saj,
ndjenjën e trupit të saj në hapësirën publike se si është ndjerë, dashurinë e saj, frikërat, lindjen, ikjen, kujtimet dhe rrëfimet që duhet t'ua bëj fëmijëve për të mos u tretur në arres. Në roman, kultura është frymëmarrje, madje hyn në indin e brendshëm të jetës, veç elementeve të tjera. Një familje që dëgjon këngë, diskuton për artist, voton me pasion për festivalin që shfaqet i përvjetshëm në radio-televizionin shqiptar. Nuk ajo familje, jo vetëm që nuk argëtohet, por edhe mban të gjallë për fytyrimin e vet, për normalitetin brenda asaj kohe, për bukurinë, për gjuhën dhe për përkatësinë etnike. Një element tjetër shumë thelbësor në roman është arsimi, i cili është njëra prej shtyllave të romanit. Rrëfimtarja niset në kryeqytet me ëndrrën që të bëhet e zonja për t'u pavarësuar në jetë. Kështu thot në faqen 17. Fjalia mbasi është e thjeshtë për lexuesit, pa ajo bart për brezin tim dhe të Valbonës, gjithë heroizmin emancipues të personazhit. Ajo dëshiron të studioj, të diplomohet, të punoj, të ketë ardhura, të pavarësohet, të rritet. Kjo dëshirë personale lidhet me një përvojë më të gjerë historike, me sistemin paralel të arsimit në Kosovë, të ngritur si përgjigje ndaj mbylljes së institucioneve shqiptare nga regjimi serb. Në kohën kur shqiptarëve u mohohej drejta e shkollimit dhe e punës në institucionet publike, shkolla u zhvendos në shtëpi private, duke u bërë forma të fuqishme të qëndresës qytetare, kulturore, por edhe kombëtare. Shkollat dhe universitetet e zhvendosura, mësimdhënësit që punonin në kushte të rënda, lokalet dhe shtëpitë e hapura për mësim, si dhe mërgata që mbështeste këtë organizim, përmes fondit 3%, siç thot ajo, krijojnë së bashku një rrjet të gjerë të qëndresës publike. Romani, në këtë pikë unë e shoh, i parafruar dhe mendimin e Simone de Beauvoir, e cila e sheh subjektin femëror jo si identitet të paracaktuar gjinar dhe përgatitor, të them, me një të ardhme të ngritur, por si rezultat të rrethanave, kufizimeve dhe zgjedhje që do ta formësojnë ato. Rrëfimtarja e autorës, një autorja Ahmeti, nuk pranon të mbetet e paracaktuar nga varfëria, as nga shtypja, as nga gjinia, ose nga kushtet e vështira. Ajo lëviz, mëson, kursen, ec në këmbë, hyn në dhoma të zymta mësimi dhe kërkon pavarësinë e saj. Veprimi i saj është treguesi i feminizmit të heshtur e të brendshëm, të pashpallur mbase si qëndrim ideologjik lindur nga vetë jeta. Jeta e përditshme në roman përbën arkivin e vogël të një epoke. Bashkja, pusi, pjepra, autobusi vjetër, pluhuri, rruga me gropa, dhoma e mësimit, tavolina e provimit, çanta me libra, mungesa e banesës, ndihma e vëllezërve për të motrën dhe kujdesi i motrës ndërtojnë të gjitha së bashku mikrohistorinë e një brezi të rritur në vijen e brishtë si me sarak ndërmjes ëndrrës dhe frikës. Këto hollësi me sfondë realist, por që ka një nostalgji për brezin tonë, janë mënyra përmes të cilave historia bëhet e prekshme dhe merr peshë më të thellë njerëzore. Një epokë mund të përmlidhet në një datë, në një ngjarje ose në një akt zyrtar, por letërsia e ruan më thellë edhe si paradoks, më bukur erën e pluhurit mbi fytyrë, zhurmën e autobusit të vjetër, dridhjen e zemrës para kontrolluesit serb dhe vështrimin e një shoqe para provimit. Nëna, në roman, është figura e parë e autoritetit femëror, e cila formon dhe jep drejtim në familje, pa ja kërkuar bindjen e verbër asnjërit, por vetëm qëndrueshmëri. Në figurën e saj shfaqet etikë femërore përmes veprimeve të jetuara, pa pasur nevojë
të marrë formën e shpalljes ideologjike. Ajo nuk e edukon vajzën me fjalë të mëdha, por me ritmin e punës, me qëndrueshmërinë e përditshme, me dinjitetin e heshtur dhe me mënyrën e të mbajturit të familjes, pa e humbur dritën e brendshme për asnjë qast. Në roman, emrat nuk përcaktohen, që është edhe një element shumë i rëndësishëm vetëm për identifikimin e personazheve, por kryesisht lidhen me familjen, gjuhën, përkatësinë kombëtare dhe historike. Në këtë rrafsh, mendimi i Shefkia Islamajt se emri mund të ndikojë edhe në rrjedhën e ngjarjes dhe në vetë faktin e tij lidhet natyrshëm me faktin se romani i Valbona Ahmetit i pagëzon emrat me kuptim jetësor e kulturor. Rrëfimtarja tregon se pas lindjes, nëna e kishte quajtur Burbuçe, ndërsa babai e regjistroi me emrin Valbon, sipas dëshirës së tij, kuptohet. Dhe kështu fjalë për fjalë thotë: në faqen 90, ai mendonte mirë për fëmijët e tij dhe dëshironte që ata të kishin vetëm emra shqip, duke refuzuar emrat turq e arab. Këtu, emri shpreh vullnetin e prindit, që fëmia të bartë përkatësinë shqiptare, që në fjalën e parë të thirrmorit në jetë. Në një kohë kur identiteti shqiptar ishte i rrezikuar, emri merr funksion ruajtës, mban lidhjen me gjuhën, me vendin, atë dheun e gjerë dhe historinë. Zgjon interes veç të tjera është në roman edhe shfaqja e kritikës ndaj mendësisë patriarkale që e privilegjon lindjen e djalit në familjet tradicionale shqiptare. Ende mbretëronte, thot ajo, ndjenja e vjetër se djemt duheshin për vatan. Autorja shqetësohet në spital nga bisedat që dëgjon kur njerëzit gëzohen dhe presin që nusja të lind djalë. Këtë dukuri shqiptare shpreh me forcë, jo si deklarat feministe, por si kundërshtim të natyrshëm të një norme të kahershme, e cila e mat gëzimin familjar sipas zgjenisë së fëmijës. Mirë po, më vonë, këtë e dëshmon dhe na bind me lindjen e erëzës së saj, lirisë dhe gresës, ky rend patriarkal përmbyset. Vajzat konsiderohen si djemt, ato janë bardhëse të vazhdimësisë familjare, të lirisë dhe të trashëgimisë. Mirë po, njëra ndër skenat të jesh femër dhe t'i shohësh duke lexuar të gjithë romanin, t'i shohësh dhe t'i përjetosh të gjitha skenat në roman, patjetër që një grua do ta përjetojë si më të dhimbshme skenën e spitalit, në një maternitet lindje në Mitrovic. Dhe e them skena më delikate, ku lufta nuk bëhet me armë, por me institucion. Spitali, që në parim është vendqëndrim, shndërrohet në vend ku femra shqiptare trajtohet me shpërfillje, frikë dhe poshtërim. Infermierët serbe shfaqen si personel mjekësor për buzës, shprehin edhe një gjuhë rrejtje. Autorja ka guximin ta përçojë madje këtë fjalor të ndytë dhe poshtërues në roman për lexuesit. Unë në analizë kam të fjalë për fjalshëm si citat, por për hir të kohës, po ua kursej që të mos i lexoj. Vetëm po marr njërën sa për ilustrim. Shqiptarët din të bëjnë vetëm fëmijë dhe kësaj tjetra, e torturonin me fjalë të ndryshme, ktheva kokën djathtas dhe e pash gruan e shtrirë në mëshirën e infermierëve shpirt të zeza. Kishte mbyllur syt me duar, sa nga dhimbjet, sa nga frika e aq më shumë nga të ndjesi morale. Te Ahmeti, gjua e ndyrë për çmuese e infermierëve serbe dëshmon se dhuna etnike nuk mjaftohej me përjashtim politik, mirë pa ajo shtrihet deri te trupi i gruas shqiptare, madje në mjedisin ku jeta duhet të mbrojë, aty në maternitet, pikërisht në praglindje. Gruaja shqiptare, përgjatë asaj kohe nëpër spitale ishte trupi i një përkatësie të urryeshme. Ajo përjetonte frikën e lindjes dhe njëkohësisht poshtërimin. Këtu përmbledhet dhuna institucionale, dhuna gjinore dhe dhuna etnike. Kjo përmbledhje ja shton skenës dhimbjen e thellë njerëzore, sepse aty historia e madhe me gjithë errësirën e saj zbret në vendin më të brisht të jetës, lehonës dhe fëmijës së posalindur, fatkeqësisht.
skena ku gruaja shtatzon një dhimbje, ndërsa kujdesi mjekësor mungon nëse kthehet në shpërfillje, e shfaq tragjikën e trupit femror në luftë. Kjo përvojë të kujton një tjetër frazë të Svetlana Aleksievichit si referencë të natyrshëm, duke parë përvojën e grave në luftë të lidhur me dhënien e jetës, kur thotë, për mbi të gjitha, ato e përjetojnë gjithanësisht faktin që është e palejueshme të vrasësh, sepse femra dhuron jetën, jetë. Po autorja është shumë e guximshme, nuk e fsheh edhe revoltën e saj përkundër këtyre. Nuk është një zë neutral. Udhëtimi i personazheve në roman zën një vend shumë të rëndësishëm. Është rruga, stacioni, autobusi, kufiri, aeroporti, hoteli në Kanada dhe parku Montreal nuk janë vende ku autorja kalon për ditëshmëritë e saj. Para së gjithash, këto janë vendesh që shënon ndryshimin e gjendjes së tyre jetësore. Në fillim, lëvizja lidhet me jetën studentore si fshati i saj në ushtri, më vonë Prishtina si studente, klasat e improvizuara të provimit, stacioni, tek më vonë e njëjta udhmer trajtjen e itkjes së detyruar dhe të mërgimit. Kosova në kufit saj, Maqedonia, aeroporti, Roma, Torontoja, Montreali e të tjera. Kështu, udhëtimi nuk nënkuptohet vetëm si kalim për një vendin e tjetrin, por ai bëhet kalim nga jeta e zakonshme drejt një pasigurie, nga shtëpia e lindjes në stret të përkohshme, nga atë dheu, Kosova në mërgim, nga frika në pritje dhe më në fund nga pritja në çlirim kujtimesh të një libri. Mirë po, ajo që është më ëmbla, romani e vendos amësinë në një raport të drejt për drejt me historinë, me traditën e madhe të rrëfimeve të luftës. Lindja shpesh mbetet në periferi, te Ahmeti, lindja në roman është në qendër. Ajo është përgjigjja më e qartë ndaj shkatërimit. Lufta djeg, dëbon, frikëson, mirë po, gruaja është e guximshme ajo që mban jetën, duhet të lindë. Kjo nuk e romantizon dhimbjen e gruas, përkundrazi e tregon atë si vend ku historia dhe biologjia përplasen mes veti. Në trupin e saj, një epokë mbaron, tregon atë si vend ku në trupin e saj një epokë mbaron dhe një tjetër sapo fillon. Liria si vajzë pra bëhet dëshmi se ardhmja vjen me fytyrë njerëzore edhe në Kosovë. E thash që studimi është i gjatë, por unë kam përmbledhur vetëm të thotë. Përmbyllja e romanit, po e cek vetëm të fundit, artikulon qartë misionin e veprës së Valbona Ahmetit. Libri nuk kërkon të vetët, si që thamë më lartë, nuk kërkon të mbetet, nuk i kërkoj vetës që ajo të mbetet brenda saj vetëm si tregim personal. Ky libër, që po promovohet sot, synon të jetë kujtesë e gjallë, mesazh për brezat e ardhshëm, dëshmi se rrënjët nuk duhet harruar, dhimbja kur rrëthehet nuk mbetet vetëm plagë, por bëhet urë që të kalojmë të gjithë. Ajo që shkruhet bëhet dritë edhe për dikë tjetër në jetë në të ardhmen. Kjo përmbyllje ka ton testamentar. Romani e sheh veten si fotografi të ruajtur në kohë, si kujtesë që do t'u flasë fëmijëve të saj dhe fëmijëve tanë, si mënyrë për të mos e lënë historinë e Kosovës të mbetet pa zë. Ju faleminderit. Faleminderit zonja Halili për fjalën tuaj dhe vlerësimin profesional të librit. Tani mirë presim në skenë veteranën e këngës shqipe në ushtri, anëtaren e ansamblit zonjën Lidie Pasoma, e cila sot na vije me këngën Larg teje mojna.
Faleminderit Lidie Pasoma për emocionet e forta që na dhurove dhe për paraqitjen e mrekullueshme. Në vazhdim më lejoni të kaloj fjalën krijuesit zotrit Gjem Karadaku, njëherë drejtori i shtëpisë botuese Ura. Të nderuar dashamirë të librit, të nderuar familjarë të autores, paneli nderuar, kam kënaqësinë që në emër të shtëpisë botuese Ura t'ju përshëndes, t'ju dëshiroj mirësjellje dhe ju los që të shijoni këtë festë sepse përurimi i librit është një festë e vërtetë. Që në fillim duhet të them se sebeb apo shkas për botimin e këtij librit është një autor i mirënjohur, një zotëri, një intelektual, doktor, profesor Fatmir Terziu, i cili jeton vepron në Londër, por unë mendoj që ai e nje edhe Kosovën edhe Shqipërinë ndoshta si ne, po edhe më mirë si ne, e nje, e jeton, e përjeton, dhe ai miqësisht kërkoi që ne të bashkëpunojmë me autoren Valbonën, sepse tha është një krijuese e mirëfillt, është krijuese e zoja, dhe e ka një roman shumë të mirë për temën të cilën as shpjegoj, edhe pse ne me Valbonën njiheshim përmes Facebookut dhe rrjeteve sociale, dhe tash hera parë që u takuam, prandaj e them me kënaqësi se varganet, zinxhiri të veprave dhe romaneve të mrekullueshme që kemi botuar, i shtohet edhe një libër shumë i mirë, një libër i mrekullueshëm, i cili nuk kërkoj nga ju të mbetet në vitrinë, po të lexohet, sepse ju garantoj se cili prej jush do ta gjeni një pjesë të jetës suaj, një pjesë të historisë. Dhe ne duhet jemi të lumtur që historinë tonë ne e shkruajmë vetë, qoftë si histori të vërtetë, qoftë përmes si histori e letrarizuar, siç ka bërë në këtë rast Valbona. Prandaj, autores i dëshirojmë shumë suksese dhe e falenderojmë për bashkëpunimin. E këtu mund të them se shtëpia jonë botuese Ura e zgjeroi rrethin e bashkëpunimit. Deri tash kemi pas autor nga Athina në Londër, ndërsa tash nga Athina e në Kanada, e besoj që do ta shtrim këtë gamë me autorë të mirëfillt, të cilët shqiptarinë e kanë zemër dhe e trajtojnë me dinjitet. Urime autore, urime vushtri. Faleminderit shumë. Faleminderit zotri Karadaku për fjalën tuaj. Ndërsa tani me një monolog para nesh do të paraqitet artisti i mirënjohur, zotri Dibran Fylli. Them se nuk do të harruar. Po, në asnjë mënyrë. Këtu ishin Feria, Kalardia, Turkia, Hyrrjeti, Gjermani, Italia, Bugari, Serbia, e kush dreqi, kush dreqi nuk e shkeli tokën tonë. Vllazën, edhe ju motra, kokën lënë penë, e atë dhejën kur mos e harroni. Mos e harroni se edhe një djali, një miku tim, që kishte morë shkollë dikon, nuk e di, në Perëndim, në Dres Mallkun, kur ishte në pushim këtu, ma lodhi kokën. E dini që kam thështe? Shitet e ke këtë gjerin, hik prej këtushit, asnjëherë kjo tokë nuk ta dha bukën e nevojshme. E shikova mirë atë lahter, dhe i thash, shihet i mirë, une me një karrocë hamallësh, në këtë tokë, të t'lame me gjak, sigurova një copë bukë me nerë, se po të doja, edhe unë do të behesha lahperi kafeneve. Po, besa do të behesha edhe shërptorin ndër një zënjushe të rëndë, që ta gjeja ndër një skut për ta shpëtuar kokën, por jo ndalova këtu, sepse me thiri gjaku i dëshmorve. E sidomos atëherë kur në Malsin, e drenisës u rrëthua një kullë dhe lashtën të eshte vetëm një flamur dhe një burr me lahut të hut në dorë. Ai i përsëriste amanetet e stërgjyshërve, e pushka, pushka kishte filluar për dheje për atë dheje. Sa bukur njiheshin
ato krisma armesh që lidheshin nga malësia e Drenicës në Karadak, për lindjen e re, që i thonë, e do t'i thonë për matë liri e Shqipni. Pse të harrojmë amanetin e kullës e lashtë? Shumë herë takuam me Adenin, me Hamzën, me Luanin, me Agimin, u takove edhe ti, u takuam të gjithë. Po pse të harrojmë ata manet? E dijon, sepse të gjallët mund të bëjnë që të duan. Po, mund të harrojnë Flamur dheja dhe besa mund të ndojnë edhe Mitrovicën, të mos e kthejnë kokën as nga malësia e as nga qameria. Por mos gabohet kush t'i prekis t'i kamet tona, se për dheja bre, u boj bese gjithë kujt i dhemë si ne. Ne presim zërin kushtrimtar të krushkaparit të liris dhe me miliona do të rështohemi pas ti. Sepse kur Skënderbeu ndroi jetë, ja shifne, ndek të ati lisi, testament vari shpatën, kur të donë nevoja atë dheut, të japin kumtin e jo mandatën. Faleminderit Zotri Fylli për interpretimin e mrekullueshëm. Tani ftojmë krijuesin dhe profesorin tonë të nderuar Zotrin Bedri Tahiri për fjalën e tij. Nderuar autore e romanit që sot përpërëm Zonja Valbona Ahmeti dhe ju familjarë të saj, panel i çmuar, drejtoresha kulturës Zën Njosh Medin Bunjaku me bashkëpunëtor, të nderuar pjesëmarrës, kolegë të arsimit e kolegë të artit letrar. Sot kam kënaqësinë që para jush të shpërfaq disa vlerësime për romanin Liria në lotët e Gresës, të nxënësime shembullore, shkrimtarës Valbona Ahmeti, një vepër që trajton me ndjeshmëri të veçantë raporte ndërmjet fatit individual, historisë kolektive të popullit tonë. Romani Liria në lotët e Gresës i Valbona Ahmetit, të cilën interesot e kemi njohur më shumë si poete, vjen si një rrëfim i ndjerë njerëzor, ku ndërthurën drama personale, kujtesa historike dhe përjetimet kolektive të një populli që ka kaluar në përvojtje, shpërngulje dhe luftë. Vepra trajton fatin e individit në vërbullën e ngjarjeve të historike, duke vendosur në qendër figurën e Gresës, përmes së cilës shpalosën plagët, lotët të shpresa një brezit të tërë. Vetë titulli, Liria në lotët e Gresës, bart një simbolik të veçantë. Lotët e Gresës së posa ardhën e jetë, në përmbyllët e romanit, paraqesin çmimin e lirisë. Kështu liria nuk shfaqet si një gjendje e fituar lehtë, por si rezultati i sakrificës, qëndreshës dhe vujtjeve tona të shumta. Autorja ndërton një narracion emocional, ku kujtesa nuk paraqitet si rikujtim i së kaluarës, por si një formë rezistencën ndaj harresës. Herojtë e saj, kryesisht familjarët dhe të afërmit, shndërrohen në simbolet të forcës që përballen me humbjen, dhimbjen dhe sfidat e jetës, por që nuk e humbin kur besimet e liria dhe vlerat njerëzore. Tematika e romanit është e rëndësishme dhe larmishme. Në qendër të saj qëndrojnë lufta, sakrifica, dashuria për familjen, ndjenja përkatësisë kombëtare dhe besimin në të ardhmen. Autori arrin të ndërtojë një rrëfim ku historia personale ndërthurë natyrshëm me ngjarje të mëdha historike, duke krijuar tablet e gjalla të realitetit shoqëror dhe kombëtar. Romani, përveç dedikimit, hyrjes dhe përmbylljes, është konceptuar në shumë kapitull, të cilët me fije me ndafje, ende një ngjarje mbushur me dhimbje, ndarje, sakrifica, krenari, padëshmëri, ndjekje, vdekje, lindje, për të përfunduar tek liria. Nisën nga të gjitha këtu, vepra përveç si roman familjar e shoqëror mund të lexohet edhe si autobiografi, edhe si kronik familjare, edhe si ditor lufte, edhe si dëshmi besnike një kohë të pakohë që beton të përmbledhë një jetë të saktuar kohore e hapësinore, mbushur me dashuri, me ngjarje, me kujtime, me histori, me dhimbje, me krenari, të kurorëzuar me ditën e varë liri.
Një nga vlerët më të spikota të Romonit është trajtimi i temës së familjes. Familja paraqitet si strehë morale dhe shpirtërore, si vendi ku ruhen kujtime, tradita dhe identiteti kombëtar. Dhe siç mund të kuptohet edhe nga dedikimi në fillim të Romonit, libri u kushtohet më të dashur të kësaj bote. Prindër, figurët e tyra, veçanaja nënës, ngrihet në nivelin e simbolit të sakrificës, dashurisë së pakurzuar, duke i dhënë veprës një ngarkesë të fuqishme emocionale. Nga ana stilistike, Valbona Ahmeti përdor një gjuhë të rrjedhshme të pasur me ndjeshmëri poetike. Përshkrimet janë të ngrohta shpesh me shtetën e poet që krijojnë atmosferë dhe afërsi emocionale me lexuesin. Kjo bën romanin jo vetëm të një rritimi ngjarjesh, por edhe një përjetimi shpirtëror. Një vlerë e veçantë e romanit është rrujtja kujtesës historike. Përmes personazheve dhe ngjarjeve që si digresione e rikujtimeve, lexuesi deshet në një ndjeshmi artistike të kohëve të vështira, por edhe mesazhe si liria ka çmimin e saj dhe sa do të ruajtur në përgjithësi e përkushtim. Në përfundim, lirisht mund të themi se liria në lotët e Gresës është një roman që ndërthurë historinë personale në atë kombëtare, duke sjellë një mesazh të fuqishëm për kujtesën, dashurinë, dinjitetin dhe shpresën. Vepra arrin të prek lexuesin jo vetëm përmes zgjorit të rrëfen, por edhe përmes humanizmit që përcjell, duke shndruar në një dëshmi artistike të forcës së njeriut për të mbijetuar dhe për të besuar në të ardhmen. Është një roman me vlerë të spikatura, tematike dhe edukative. Ai fton lexues të reflektojnë mbi sakrificën, kujtesën dhe rëndësinë e lirisë, duke dëshmuar se tërësia mbetet nga mënyrët më të fuqishme për të ruajtur historinë dhe për të përcjellë vlera universale njerëzore. Urime për gëzimin e Valbona Ahmeti. Ju falenderoj për vëmendje. Faleminderit i nderuar profesor për fjalën tuaj. Programin e kemi begatuar me këngë e monolog. Tani është radha e të voglit ton, një artistit vogël, të ri, por shumë premtues. Na vjen në skenë Luigi Saraçi me këngën Kosovë e Adem Jasharit. Kosova kremare
Falenderojmë Luigjin për interpretimin e mrekullueshëm dhe i urojmë shëndet e suksese pafund në të ardhmen. Tani si që do rendi dhe zakoni, është momenti që fjallën ta merr, ajo e cila na mlodhi në këtë ngjarje të veçantë, sa për ne, por edhe për të. Fjala për ju, zonja Valbona Ahmeti. E nderuara drejtoresh për kulturë, rini dhe sport, zonja Medina Bunjako, i nderuar drejtor i Qendrës së Kulturës Hasan Prishtina, zotri Gzim Saraçi, e nderuara krijuese dhe krimtare, humaniste, mjeke, zonja Flora Brovina, të nderuar profesor, shkrimtar, poet, familjar, miq dhe të gjithë ju të pranishëm. Ju përshëndes dhe ju falenderoj nga zemra që keni ndarë kohën tuaj për të qenë pjesë e promovimit të romanit tim Liria në lotët e Gresës. Prania juaj i jep kësaj dite një vlerë dhe një kuptim të veçantë. Dëshiroj të shpreh mirënjohjen time të thellë për kryetarin e komunës zotriun Ferit Idrizi, i cili ma mundsoi që promovimin e këtij romani ta realizoj në qytetin ku u arsimova dhe ku mora hapat e parë drejt rrugtimit tim. Falenderim të veçantë i shpreh profesor Dr. Fatmir Terziut, i cili me shumë profesionalizëm, përkushtim dhe dashamirësi pranoi të redaktoj romanin tim. Po ashtu, falenderoj me respekt studiusen e kritikës letrare zonjën Luljeta Thaçi Halili, e cila me kujdes të jashtëzakonshëm dhe përkushtim të madh realizoi redaktimin gjuhësor deri në detajet më të imta. Ky roman nuk do të merrte jetë pa punën dhe besimin e shtëpisë votuese Ura, si dhe të drejtorit të saj, zotriut Gjem Karadako, ndaj të cilit shpreh mirënjohjen time me të sinqertë. Pas përfundimit të redaktimit, personi i parë të cilit ja besova ndërshkrimin ishte profesori jem, Bedri Tahiri. Për mua ai është një udhërrëfyes dhe një dritë në rrugtimin tim letrar. Mbi të gjitha dua ta falenderoj familjen time, e cila ka qenë mbështetja ime më e madhe në çdo hap të jetës, në veçanti nanën Naxhie, e cila ishte frymëzimi, forca dhe motivi kryesor gjatë gjithë jetës time. Shpresoj me gjithë zemër që secili prej jush ta gjejë një pjesë të vetës në faqet e këtij libri, sepse çdo histori bart një copës jete, dhimbje, shpresë dhe dashurie. Ju falenderoj përzemërsisht për pranimin tuaj. Ju uroj lexim të këndshëm dhe ju falenderoj nga zemra. Faleminderit shumë nderuara autore për fjalën tuaj dhe për kontributin e çmuar. Të nderuar pranishëm, më lejoni që në emër të këshillit organizativ dhe në emër të autores zonjës Valbona Ahmeti, t'ju falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj në këtë program. Jemi shumë e fatë dhe krenar që mërgjimtarët tanë po lënë gjurmë të pashlyeshme në Kosovën tonë të përbashkët dhe të çmuar. Faleminderit edhe një herë zonja Valbona. E me juve bashkë qytetar, miru takofshim në ngjarjet e radhës.